Greqia nis mbylljen e xhamimeve dhe dëbimin e hoxhallarëve, apo kërcënohet liria e besimit në një lëvizje që ka shqetësuar thellë komunitetet muslimane në mbar botën. Në fillim të muajit shkurt, Greqia ka nisur procesin ligjor të mbylljes së disa xhamive që i konsideron të palicencuara. Këto mbyllje të shoqëruara edhe me dëbimin e disa administratorëve të huaj janë paraqitur nga qeveria greke si një zbatim i thjeshtë i rregullave të lejeve. Megjithatë, nga një tjetër këndvështrim, kjo lëvizje po shihet si një kërcënim i drejtë për drejtë për lirinë e tyre fetare. Shumë musliman besojnë se nën petkun e përputhjes administrative, qeveria greke po veçon vendimet e adhurimit musliman dhe po i bën besimtarët të ndihen të shënjestruar. Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka shprehur shqetësimin e saj duke i bërë thirrje Greqisë të respektojë të drejtat fetare të pakicës së saj muslimane. Për shumë musliman, ky zhvillim është një kujtesë e hidhur se sfidat për të ushtruar lirisht besimin e tyre ende vazhdojnë në disa pjesë të botës.